Tri hyrjet kryesore të Prishtinës do të bllokohen për 2 orë me mjete motorike nga përfaqësues të bizneseve të Kosovës. Veprimi është organizuar nga Oda Ekonomike në shenjë proteste ndaj vendimet të zyrës së rregullatorit për energji lidhur me liberalizimin e tregut të energjisë elektrike. Sipas këtij vendimi, bizneset me mbi 50 punëtorë nga 1 qershori janë të detyruar të zgjedhin vetë nga ku do të furnizohen me rrymë me çmime të parregulluara nga zërreja. Sipas ftesës nga OEK drejtuar bizneseve që prekën nga vendimi i zërrejës, hyrjet që do të bllokohen janë ato nga Veterniku, Fushë Kosova e Podujeva. Bllokada që pritet të nisë në orën 10 do të zgjesë deri në mesditë. Ftojmë të gjitha bizneset e prekura nga ky vendim të marrin pjesë në protestë, duke angazhuar sa më shumë mjete motorike me qëllim të bllokimit të hyrjeve kryesore të Prishtinës deri në realizimin e kërkesave tona. Qëllimi i protestës kërkohet shtyerja e vendimit të fundit të zërrejës për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike dhe hapja e një dialogu të drejtpërdrejtë me përfaqësuesit e bizneseve për të gjetur një zgjidhje të pranueshme duke kaluar këtë periudhë tranzicioni me sa më pak ndikim negativ në sektorin privat. Pezullimin e vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë për daljen e bizneseve në tregun e lirë të energjisë elektrike ka kërkuar paraprakisht Partia Demokratike e Kosovës. Deputeti PDK Sabelar Tahiri tha se janë në pritje të dokumentit zyrtar derisa paralajmëroi se atë do ta kontestojnë edhe në gjykatë. Pezullimi i menjëhershëm i këtij vendimit për daljen e bizneseve në treg të lirë deri në një periudhë të përshtatshme kur vërtet në Kosovë do të krijohen kushtet që të kemi treg të lirë, sepse tashmë nuk ka treg të lirë sepse është vetëm një ofertues i cili mund t'i furnizojë prodhuesit tonë vendor me energji elektrike. Pra, të nderuar media, të nderuar qytetar, në qershori është një ditë në rast se ky vendim nuk do të pezullohet, është një ditë e zezë për ekonominë e vendit tonë, sepse nga ai moment pra prodhuesit tonë vendor do të shikojnë mundësitë e zhvendosjes së fabrikave tyre jashtë Kosovës. Sipas Tahirit, Prokuroria Speciale do të duhej të themelonte një task force që merret me keqpërdorimet që tha se janë duke u bërë në fushën e energjisë. Ai përmendi çmimin e transmetimit të energjisë elektrike, për të cilin tha se vetëm përmes një transaksioni çmimi është rritur nga 2 euro në 798 për megawatt për orë, e që për 6 orë buxhetit të Kosovës i ka kushtuar mbi 1 milion euro.